avancim të mëtejshëm. Mirë, jam e bindur që do kemi shans të shkojmë më tej tek këto avancime, ndërkohë patatja e nxehtë në diskutimet ndërkombëtare tani është Gaza. Qëndrimet e Shqipërisë, pavarësisht tani dalim nga ajo sa e vogël, mbetet gjithmonë që kartonin e ka njësoj. Cilat do t'jenë në intuitën dhe në qasjen analitike tuaj qëndrimet në vazhdimsi të Shqipërisë sa i përket paqes në Gaza, do të shkojë plotësisht drejt linjës së Donald Trump, presidenti amerikan? Po jetojmë në një situatë gjeopolitike komplekse dhe sfidash të shumëfishta. Këto sfida, të cilat janë të lidhura me sigurinë, që është më e rëndësishme, sfida ekonomike që lidhen me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, apo të lidhura me drejtat e njeriut dhe multilateralizmin, apo me inteligjencën artificiale, janë sfida të cilët nuk mund do të përballohen nga një shtet i vetëm, dhe kërkohet një lloj bashkëpunimi dhe bashkërendimi i forcave për t'i përballuar. Patjetër ka qenë pjesë e debatit gjatë javës së asamblesë, në margjinat e asamblesë, në konferencat të ndryshme, për të diskutuar për qasjet që duhet kemi për to dhe për konfliktet e nxehta që kanë të bëjnë me ato dy që ju përmendët, me luftën në Ukrainë dhe situatën në Gaza. Unë mund të them me siguri që Shqipëria ka mbajtur qëndrim për situatën në Ukrainë dhe në Gaza, dhe qëndrimi i saj ka qenë për Ukrainën. Kemi dënuar agresionin e pajustifikuar dhe të padrejtë të bërë nga Rusia kundër Ukrainës. Kemi mbështetur të drejtën e popullit të Ukrainës për liri dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale. Por nga ana tjetër kemi kërkuar që të ketë edhe përgjegjësi, llogaridhënie për ata që kryen agresionin. Dhe patjetër që mbështetsim çdo lloj zgjidhje paqësore e cila do të ofrohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për situatën në Gaza, Shqipëria gjithmonë ka dënuar terrorizmin dhe ka dënuar terrorin e ushtruar nga Hamasi ndaj Izraelit. Po ashtu kemi mbështetur të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje, por nga ana tjetër kemi shprehur edhe shqetësim për situatën e shkatërimeve, viktimave dhe situatën e krizës humanitare atje. Shqipëria është në favor të çdo lloj zgjidhje politiko-diplomatike dhe paqëtuese në lidhjen e mesme, dhe në fjalën e tij në ceremoni në pritjes, presidenti Trump anonçoi që në takimin që kishte pasur me vendet e Ligës Arabe dhe me presidentin e Turqisë, kishte dakordsuar një zgjidhje për situatën në Gaza, e cila do t'i propozohesh kryeministrit të Izraelit, Netanyahu, i cili vinte ditën e premte në OKB, dhe tha të gjithë do të jemi të lumtur pasi më së fundit do të kemi një zgjidhje paqëtuese, një zgjidhje e cila do të sjellë prosperitet për atë rajon. Patjetër që Shqipëria në politikën e saj të jashtme qëndron përkrah partnerëve tanë strategjik dhe aleatëve. Politika jone e jashtme është 100% e linjëzuar me atë të Bashkimit Evropian. Ne mbështesim të drejtën ndërkombëtare dhe multilateralizmin dhe kartën e OKB-s, dhe patjetër rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Është shumë e vlerë që e thatë që ka një draft zgjidhje, le të themi kështu, padyshim sepse unë së pagu e ndjej, nuk di ndani njëjtin perceptim, që ka një pasiguri në popullat, që bota nuk është më aq e paqët. Ndoshta vjen nga njëra anë që ka shumë më tepër informacion, nga ana tjetër është objektiv fakti që këto valvula, Rusi, Ukrainë, që nuk janë valvula, po janë goditje të rendit global deri tani disi më stabil, apo një ndërgjegjësim sa i përket masakrës në Gaza, ka quar që populli shqiptar, nga një popull i cili automatikisht mbronte linjën politike, por edhe historike të perëndimit të bazuar në vlerat e veta, tani duket që ka një shift, le të themi, solidariteti, sidomos me atë që ka po ndodh në Palestinë, po do të rezervoj të drejtën për të folur më gjatë me ju një moment tjetër, sepse momenti i tanishëm ka një peshë tjetër sa i përket zgjedhjeve të pjesë
pjesë shumë vendore. Doja të ndërprisja për faktin që sot ne jemi në udhkryq të atyre vlerave që janë të rëndësishme për vendet. Edhe vlerat e lidhura me paqen, sigurinë dhe prosperitetin janë shumë të rëndësishme. Të treja së bashku mund të jenë si fjalë magjike, por ne nuk mund të kemi as prosperitet, po s'patëm siguri. Dhe krye fjala magjike është siguria. Ky është një debat shumë i madh. Një debat shumë i madh që po bëhet Shtetet e Bashkuara, një debat shumë i madh i cili së paku unë shoh që ka ndërgjegjësuar deri nin sidomos ato të Shtetet e Bashkuara për të diskutuar më shumë në siguri apo më shumë në ekonomi, është debat me shumë vlerë që duhet ta bëjmë edhe në Shqipëri sepse duket që situatat po ndryshojnë. E siç u thash, momentumi tjetër me ngarkesë përveç këtij debati është zgjedhjet e pjesëshme lokale. Ju dekretuat sipas nenin 115 kushtetutës një datë zgjedhjesh, e cila me një furi reagimi nga një palë politike që është opozita, e quajti atë biased, pra keni pasur një anësi politike në momentin që keni dekretuar një kërkesë për datën e zgjedhjeve, ndërkohë që Erion Veliaj në Bashkinë e Tiranës, si dihet që është molla e madhe e diskutimit, ka çuar ankimimin në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese nga ana vet thotë që ne e kemi shpallur gjykimin. Si e morët ju këtë vendim? Unë mendoj që nuk mund të vendoset balans midis dekretit të presidentit dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Pa tjetër që kryetari i bashkisë është shkarkuar me një vendim të Këshillit të Ministrave, nga Këshilli i Ministrave, pas propozimit të bërë në Këshilli Bashkiak, i cili me votat e pozitës dhe të opozitës, gjeti si shkak ligjor mos paraqitje në detyrë. Shkak ligjor i cili është trajtuar gjërësisht në media. Kudo? Po. Po kështu, qeveria nga ana saj, në vendimin e shpallur, merr në analizë si shkak, jo shkakun politik të lidhur me nenin 115 të kushtetutës, e cila thot për shkelje të rënda të kushtetutës dhe ligjeve,